Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, u takua të mërkurën me presidentin e ri të përkohshëm të Sirisë, Ahmad al-Shara, një ish udhëheqës i kryengritësve që kaloi vite i burgosur nga forcat amerikane pasi u kap në Irak. Takimi ndodhi para se Trump të përfundojë qëndrimin e tij në Arabinë Saudite dhe të udhëtojë për në Katar, në kuadër të një turneu në lindjen e mesme që do të përfshijë gjithashtu një ndalesë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Trump dhe al-Shara u takua në praninë e princit saudit të kurorës, Mohammed bin Salman. Trump tha para takimit se vendimin për të takuar al-Shara e mori pas inkurajimit nga princi saudit, Mohammed bin Salman, dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Ai premtoi gjithashtu se do të heqë sanksionet shumëvjeçare ndaj Sirisë. Në Siri ka një qeveri të re që shpresojmë do të arrijë të stabilizojë vendin dhe të ruajë paqen, deklaroi presidenti Trump në një fjalim të gjerë për politikën e jashtme të mbajtur të martën, ku njoftoi heqjen e sanksioneve që kanë qenë në fuqi që nga viti 2011. Kjo është ajo që duam të shohim në Siri, theksoi Trump. I njohur më parë me novkën Abu Muhammad al-Golani al-Shara, ishte arrestuar me radhët e Al-Qaedës kundër forcave amerikane në Irak pas pushtimit të udhëhequr nga SBA-ja. Dikur SBA-ja kishte ofruar një shpërblim prej $10 milion për informacione mbi vendodhjen e tij për shkak të lidhjeve të tij me Al-Qaedën.